me babën edhe 4 vllazët kemi qenë luftë. Po aja ka qenë shik. Unë nuk e di që ka qenë shik, ka në librin e tij e ka shenu. Unë nuk kam pas rastin. Pa i ka dhënë edhe deklarat që ka thonë. Edhe do të ishte unë kam kritikuar në fakt për atë shenim, për arsye se shërbimi informativ i Kosovës është një farë perde e zezë hala që sukur ajo perda përballë tonë që nuk e din çka ka në skena ne. Para o kondër dan, ti e di. Unë nuk e di. Domethënë ai ka deklaru. Domethënë nuk e di, edhe është normale mos me ditë se aktiviteti jon ka qenë i tillë. Domethënë unë tani kam qenë në polici mas përfundimit të luftës, ajo marrë me jetën e vet. Ai e ka argumentuar që ka qenë. Mirë po le t'i kthejmë asaj të rastit Kumanova për me dalë të kjo e shikot. Pra po është të vërtit që është vllai jam, është bashkëpunëtor jam, ne kemi qenë në luftë atje bashkë. Po unë edhe Begun edhe Mirsadin i kam pas shok. Edhe pjesën e tjetër aty i kam pas shok. Po ajo është i dënuar me burgim përjetshëm, me dënime drakonike që s'ka ndodhur asnjëherë në historinë e botës thuja që Maqedonia nuk ka dashur me dënu ata. Maqedonia ka dashur me çu mesazh se shkon gjendje me u bë shqiptarëve. Po veç në Maqedoni mas rastit të lagjes të rinj mafçizmja, policia cerr në guxon me trokit derën e shqiptarëve dhe mi ngrej zhak gratë edhe nanat atje. Pra ka dhënë një mesazh, është një rast i trisht që ka ndodhur. Një rast që na kemi kërkuar hetim, unë kam përfaqësuar në farë grupin Kumanova në për disa debate, edhe e gjitha e shkanojnë. A janë tratu shkur shqip Dardan? Ajo është tradhti klasike, ti nuk prej kujt akuzoj me thonë? Po unë nuk e di prej kujt. A janë aktor politik të shqiptarë domethënë të Maqedonisë? A kanë marrë pjesë në tradhti? Jo me emra, po tham kështu polici. Dëgjoj në 2019-ën në vetvendosja është e kyç në zgjedhjet e 2010-s dhe na kishim marrë 14 deputet atë. Vetvendosja ka qenë iniciuese e hetimit të shikut, të aktivitetit të shikut. Na jemi mësuar me po LDK-n si subjekt politik që ka thonë çdo herë ka gjuh gur në farë mënyrë ndaj ish krerëve të UÇK-s që kanë qenë PDK se ata kanë qenë njerëz ose din për vrasjen e eksponentëve të LDK-s mas lufte. Mirë, por kur vike puna me hetu, LDK-ja asnjë veprim se ka bën asat. Po do më thonë që është e njëjta në Maqedoni? Po du me thonë mesazhe. Dëgjoj, nuk mundet përderisa ti ke raste të vrasjeve që kanë ndodhur. Objektivisht, pa emocion, duhet me thonë publikisht që përderisa nuk ka vullnet politik me hetu, ata janë pjesë. Do me thonë i bie që politika është pjesë. Veç kur ka vullnet me hetu bëhen. Ka shqiptar kemi kësi situata, e kemi në Maqedoni. Në Maqedoni, jo veç rastin, kush e din politikën edhe në gjarët, po fillon prej rasti Kapekqyre Mostra, rasti Alfa, rasti Harun Aliot, rasti Sopoti, rasti Brodeci, rasti komandant Drenisës, jo, është më rëndësi, mja thonë opinionit, sa raste janë. Pra, atje ka plot raste për cilat pushteti shqiptar atje nuk është interesuar me fillu me hetu.